Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë. Përshëndetjet tona të sinqerta mbi vullën e gjithë pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe e pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me mësimet tona njihe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam përmes virtyteve të tij, ku autori, pra Imam Tirmidhiu, sonte na flet për një kapitull të ri, kapitulli i 37, se si recitonte poezi pejgamberi alayhi salatu wasalam. Imam Tirmidhiu në këtë kapitull i ka sjell 11 hadithe që tregojnë se si recitonte poezi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Poezia ka qenë e njohur tek arabët dhe arabët janë dalluar me poezi. Dhe përmes poezisë, pra ata përçonin mesazhe të shumta dhe nëpërmjet poezisë ata e kanë ruajtur edhe historinë e tyre. Dhe poezia o vëllezër dallohet për fjalëve të zakonshme, sepse ato janë me rima. Nëse je lavdru nga poeti me poezi, ti ke qenë personi më i dashur dhe më i respektuar në mesin e njerëzve. Por nëse je fyer dhe je shoh nga poeti, ti ke qenë personi më i rryer, ke qenë personi më i përdalt dhe të tjerët nuk kanë dashur dhe të kanë urryer. Andaj o vëllezër, kur ka zbrit shpallja, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka dalë sheshazi për t'i thirrur pra njerëzit banorët e Mekës në Islam, në fenë e Allahut të lartësuar. Dhe çfarë i than banorët e Mekës pejgamberit alayhi salatu wasalam? I than fallxhor, i than magjistar. Dhe kur e panë se nuk po e arrinin qëllimin, atëherë ata pra i paguanin poetët e tyre që nëpërmjet pra vargjeve të poezisë ta fynin dhe ta shonin pejgamberin alayhi salatu wasalam. I dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk është marrë me poezi, pra nuk ka thurur poezi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse Allahu i lartësuar pra e ka dallu pejgamberin alayhi salatu wasalam me Kur'an, siç thotë i Madhi Zot tek sura Yasin ajeti 69, ne nuk ja kemi mësuar atij Muhamedit poezin, ajo as që është për të, ky libër që ka sjell është vetëm këshill dhe një Kur'an i qartë. Andaj vëllezër, nëse fjalët e poetit, pra fjalët e poetit që i lexon apo që i thot poeti, janë fjalë me kuptim të mira, janë fjalë që nuk godasin askënd, nuk përçmojnë askënd, nuk shojnë askënd, pra lejohet recitimi i tyre dhe lejohet ndëgjimi i tyre. Por nëse fjalët e poetit janë fjalë që shojnë, fyjnë, atëherë është ndaluar të recitohen ato fjalë dhe po ashtu është ndaluar edhe ndëgjimi i tyre. Sepse ka ardhur hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe këtë hadith e gjejmë tek Imam Buhariu nga Abdullah ibn Amr, se i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, poezia është sikurse fjalët, poezia e mirë është sikurse fjalët e mira dhe poezia e shëmtuar është sikurse fjalët e shëmtuara. Po ashtu ka ardhur një hadith tjetër që e gjejmë tek Sahihu i Ibn Majahs, dhe Sheikh Albani ka saktësuar këtë hadith, ku Ubej ibn Kabi ka thonë se i dërguari i Allahut thotë, ka prej poezisë e cila përmban urtësi. Andaj, sikurse që ka prej poezisë që ka urtësinë e vet, po ashtu ka edhe poezi e cila nuk ka në të urtësi. Dhe poezia o vëllezër është disa llojesh, të cilat i kanë përmend dietarët. Pra, varësisht prej fjalëve të poetit dhe fjalëve çfarë reciton ai, ashtu edhe është dispozita e asaj poezie. Ndodh që poeti reciton poezi të cilat janë udhëzim në rrugën e Allahut të lartësuar, të cilat janë sqarim në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, të cilat janë të bazuara në fjalën e Allahut dhe në fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe kjo është prej poezive të cilat lejohet ndëgjimi dhe këndimi, por ka prej poezive të cilat në të kanë kufër, ka mosbesim, ka hipokrizi, ka bestytni, ka bidat. Këto poezi pra janë të ndaluar edhe të recitohen, po ashtu dhe janë të ndaluara edhe të ndëgjohen. Por lind pyetja se cili është qëndrimi i pejgamberit alayhi salatu wasalam ndaj poezisë. Dietarët i kanë përmend 3 pika.
E para kanë thonë se i dërguari i Allahut nuk e ka refuzu poezin, përderisa fjalët e poezisë kanë qenë fjalë të mira. Përderisa kanë qenë fjalë të mira, nuk e ka refuzu. E dyta kanë thonë, kur i dërguari i Allahut nuk ka thurur poezi, dhe e treta kanë thonë, nga njerë dhe shumë rrallë, pejgamberi alayhis salam ka recituar poezi, me qëllim me tregu se kjo është e lejuar, përderisa pra fjalët që recitohen nga poeti nuk përmbajnë fjalë të shëmtura. Andaj, pra dietarët e kanë pru edhe një definicion, ku kanë thonë se në varësi të fjalëve të poetit, është dispozita e asaj poezie. Varësi të fjalëve të poetit është dispozita e asaj poezie. Dhe autori e nis me hadithin 241 për Aishës radhiyallahu anha, e cila tregon se është pyetur nona besimtarëve, Aisha, se a thoshte pejgamberi alayhis salam vargjet poezisë, ka thonë po, recitonte nga poezia e Ibn Rawahas, pra konkretisht vargun, lajmet do t'i sjell ai të cilin nuk e shpërbleve. Pra i dërguari i Allahut e ka recitu këtë strofë, të cilin autori pra do ta shtjellon se çfarë është për qëllim. Lajmet do t'i sjell ai të cilin nuk e shpërbleve. Pra, kur është pyetur Aisha radhiyallahu anhu, a ka recitu i dërguari i Allahut poezi, ka thonë po. Dhe ka recitu këtë që e lexuam. Dhe kjo është e Abdullah ibn Rawahës. Abdullah ibn Rawah ka qenë shoku i pejgamberit alayhis salam. Ka qenë ensari prej fisit Hazraj, dhe ka qenë poeti i pejgamberit alayhis salam. Ibn Sirini, kur i përmend se kush kanë qenë poetët e të dërguarit të Allahut, i përmend se poetët e pejgamberit alayhis salam kanë qenë 3: Hasan ibn Thabiti, Abdullah ibn Rawaha dhe Ka'b ibn Maliku. Këta 3 kanë qenë poetët e pejgamberit alayhis salam. Dhe te pjesa e vargut, lajme do t'i sjell ai të cilin nuk e shpërbleve. Pra, këtë pjesë të poezisë të cilën e tregon Aisha radhiyallahu anhu, pra këtë fjalë nuk e ka thonë Abdullah ibn Rawaha, pra nuk është pjesë e Abdullah ibn Rawaha që e ka thonë, por Abdullah ibn Rawaha e ka marrë prej Taraf ibn al-Abdit, prej tina e ka marrë këtë fjalë. Pra, porse e ka recitu Abdullah ibn Rawaha, pra poeti i pejgamberit alayhis salam. Dhe Aisha radhiyallahu anha tregon se kur të dërguarit të Allahut i vënohej ndonjë lajm, që i dërguari i Allahut e priste atë lajm, dhe nuk i vinte, atëherë pejgamberi alayhis salam e ka këndu këtë poezi, e ka thonë këtë poezi, lajmet do t'i sjell ai të cilin nuk e shpërbleve. Pra tham, kjo ka qenë vargi poezisë, dhe kjo ka qenë poezi e cila është varë në qabe, dhe më thonë poetët, se harova miku me përmen, dhe më thonë koni një roncës, poezit e tyre i kanë varë në qabe, dhe më thonë nëse kanë qenë për poezive të mira, aty i kanë varë dhe njerëz pra i kanë lexu dhe i kanë këndu në kohën e xhahiletit. Pra, fjala apo poezia e kompletume është në ditët e ardhshme do të vinë tek ti ato gjëra që nuk i ke ditur, lajmë do t'i sjell ai të cilin nuk e shpërbleve. Thuhet se pejgamberi alayhis salam e ka nisur një grup prej muslimanëve me një ekspedit dhe ka prit lajmin se çfarë është bërë me ata muslimanë në atë ekspedit. Dhe ka prit që lajmi të vjen prej tyre. Mirë po, të dërguarit Allahut i ka ardhur lajmi prej tjetër kush. Domethënë, jo prej tyre, po domethënë pala dytë, e cila nuk ka qenë në ekspedit, ka ardhur dhe i ka tregu pejgamberi sa lajmin të cilin ai e ka prit. Për atë edhe i dërguari Allahut, pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend këtë pjesë, lajmet do t'i sjell ai të cilin nuk e shpërbleve. Pra, ty lajmi komentar për tjetër kujt, për tjetër kujt, ndërsa ti nuk e ke shpërbly atë i cili ta ka dhënë ty këtë lajm, sepse ti e ke prit lajmin metar prej tjetër kujt. Pra, pejgamberi alayhis salam vëllezër ka recituar poezi të Abdullah ibn Rawahas, sikurse që ka recituar edhe pjesë të poezisë edhe nga Taraf ibn al-Abdit. Pastaj autori na sjell hadithin e 242 prej Ebu Hurajrës, se i dërguari Allahut ka thonë, vargu më i vërtet që ka thonë poeti janë fjalët e Lebidit, ku thot gjithçka përveç Allahut është e kot, kurse Umej ibn Ebu As-Salt gati e kishte pranuar Islam. Kush është Lebidi? Lebid ibn Rabia ka qenë poet në kohën e pejgamberit alayhis salam, dhe poezitë e tij kanë qenë të varur në qabe.
është bo musliman në kohën sa ka qenë gjalli i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka jetu në kohën e Abu Bekrit, ka jetu në kohën e Omerit. Dhe prej momentit kur e ka pranuar Islamin, asnjëherë nuk ka këndu, nuk ka recitu poezi. Kur heq. Edhe në kohën e Omerit radiallahu anhu, Omeri radiallahu anhu, njerëz të dijes, njerëz të ditur i ka shpërbly, ju ka thonë rrogë. Kanë marrë rrogë prej Omerit radiallahu anhu. Dhe Omeri radiallahu anhu i drejtohet Lebidit dhe i thot këndona apo thuna një poezi, se më karamalli me ndëgju poezi prej teje, ndërsa ai i thot Omerit prisit besimtarëve, thot o prisit besimtarëve, thot Allah ma ka zavendësuar poezin me surën Bekare. Nuk ka këndu ma asnjëherë. Prej momentit kur e ka pranuar Islamin, thot Allahu ma ka zavendësu poezin me surën Bekare. Pra tham, në kohën e Omerit, njerëzit e dijes Omeri ka dhonë rrogë, kanë marrë rrogë prej tina. Dhe kur e mur këtë përgjigje prej Lebidit, ja rriti rrogën Omeri, në më thonë Lebidit, për shkak se ai nuk tha vargjet e poezis, por ka thonë fjalë të Allahut të lartësuar. Ka lexu Kur'an. Dhe ky sahabi i nderuar ka jetu plot 150 vite. 150 vjet ka jetu dhe ka vdek në kohën e Uthmanit radiallahu anhu në Kufe, pra në Irak. Dhe i dërguari i Allahut, siç tregon Ebu Hurera, se pejgamberi ka thonë, e ka këndu, domethënë e ka lexu këtë varg të poezisë. Dhe kjo pjesa këtu, gjithçka përveç Allahut është e kot, pra i dërguari i Allahut ka treguar se vargu më i saktë që e thot poeti është kjo fjalë, e cila përputet me besimin e vërtet. Andaj, e tëra kjo botë do të vjen një kohë dhe do të vjen një ditë e cila ka më zhduk dhe ka më mbeti përhershmi Allah subhanahu wa taala, dhe gjithçka përveç Allahut të lartësuar është e kot. Edhe këtu vrem se ka prej poezive të cilat janë të vërteta dhe ka prej poezive të cilat janë të sakta, sikurse që ka prej poezive të cilat janë gënjeshtër, dhe se dietarët kanë thonë shumica e poezive janë gënjeshtra, trillime. Pra, sikurse e përdorin një fjalë dhe thonë poezia më e ëmbël është ajo që përmban gënjeshtra më së shumti. Domethënë, kështu ato poezi që kanë gënjeshtra më së shumti është më dashur për ta, më e ëmbla për ta. Pastaj kurse Umej ibn Abu Salt gati e kishte pranuar Islamin. Kush është Umej ibn Abu Salt? Ka qenë krishter. Edhe nuk është bo musliman. Edhe pse e ka mri shpalljen, e ka mri që i dërguari i Allahut i ka thirr banorët e Mekës njerëzit në fenë e Allahut, në Islam. Edhe pse ky e ka adhuruar Zotin, e ka madhruar Zotin, ka besuar edhe në ringjallje. Mirë po kur ka ardhur shpallja, kur Allah e ka zbrit Kur'anin, kur e ka dërguar të dërguajnë Muhammedin alayhi salatu wasalam, vulet gjithë pejgamberëve për mi thirr njerëz në Islam, ky nuk e ka pranuar Islamin dhe ka vdeksi e pa besimtar. Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë kurse Umej ibn Abu Salt gati kishte e ka pranu Islamin. Pastaj autori na sjell hadithin 243 nga Gjundub ibn Sufjan el-Bejeli, i cili thotë se një gur ja lëndoi gishtin pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe gishti i pejgamberit është përgjakur. Ndërsa i dërguari i Allahut thoshte, a nuk je tjetër veç se një gisht që u gjakose, e në rrugën Allahut u plagose. Kur e ka po që i rrjedh gjak në gisht pejgamberi sa, e ka thonë këtë varg të poezisë. Mirë po, edhe kjo poezi nuk është e pejgamberit alayhi salam, se tham i dërguari i Allahut nuk ka thurur poezi, por është poezi e Abdullah ibn Abi Rawahas, i cili këtë poezi e ka këndu në betejën e Motës, ku aty edhe vdes Abdullah ibn Abi Rawaha, poeti i pejgamberit alayhi salatu wasallam, dhe i dërguari i Allahut e ka lexu, e ka këndu këtë poezi të Abdullah ibn Abi Rawahas. Pra, kjo çfarë i ka ndodhur pejgamberit alayhi salatu wasallam, tregon se kjo gjakosje ka ardhur në rrugën e Allahut të lartësuar. Dhe ky është argument se çdo gjë që godet muslimonin dhe nëse ai duron për hir të Allahut, ai ka mu shpërbly tek i madhi Zot. Dietarët e kanë përmend dhe kanë thonë, pse durimi
i mirë për besimtarin shpërblet tek Allahu. Ka përmend disa pika, por për tyre i kum zgjedhur vetëm 3. Pse durimi konsiderohet i mirë për besimtarin dhe shpërblet tek Allahu i lartësuar. E para kanë thonë se sepse me duru do të thotë se ti ke zbatu urdhrin e Allahut dhe je dorëzuar dhe je i kënaqur me atë se çfarë ka caktuar Allahu për ty, me atë musibet që ty të ka godit. E dyta kanë thonë sepse durimi ka një shpërblim të madh ditën e gjykimit. Ka falje mëkatësh dhe ka ngritje të gradash tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe e treta, sepse friga dhe tronditja nuk munden me ndryshu atë që e ka caktuar Allahu i lartësuar për ty. Për atë ai i cili duron për hir të Allahut duke prit shpërblimin prej Allahut të lartësuar, domethënë ai ka mu shpërbly tek i madhi Zot. Dhe pastaj autori na sjell hadithin 245 nga Bara ibn Azib, i cili thotë se një person e ka pyetur Bara ibn Azibin: a ikët nga i dërguari i Allahut në betejën e Hunenit o Ebu Umare? E ka pas oficin Ebu Umare. Ka thonë: pasha Allahun, pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk ka ikë, por ikën ata që nxitonin në radhat e para, të cilëve fisi Hevazin u kishte dalë në prit me shigjeta. I dërguari i Allahut ishte hipur në mushkën e tij, frerin e të cilit e mbante Ebu Sufjan ibn al-Kharij ibn Abdul Muttalib, pra jo Ebu Sufjani burri i Hindit, por është djali i miqës pejgamberit, do ta tregojmë. Dhe thot në ato çaste pejgamberi thoshte: unë jam pejgamberi, kjo s'është mashtrim, unë jam biri Abdul Muttalibit. Unë jam pejgamberi, kjo s'është mashtrim, unë jam biri Abdul Muttalibit. Pra ky person e ka pyet Bara ibn Azibin se a keni ikur në betejën e Hunenit, a e keni lënë veten pejgamberin alayhis salatu wassalam? Ka thonë: jo, kanë ik ata të cilët kanë qenë të parët në rresht. Kur kanë fillu prej fisit Hawazin me gjujt me shigjeta, pra kanë ra në kurth tënve. Pra janë gjujt këta duke mos kont pregaditun. Edhe ata cilët kanë qenë të parët janë largu. Pastaj çfarë thot? Sepse thot fisi Hawazin i Taifit kanë qenë të specializuar në hudhjen e shigjetave, në gjujtën e tyre. Pra ata janë largu, ndërsa pejgamberi alayhis salatu wasalam ka qëndru, edhe kanë qëndru edhe shokët e pejgamberit alayhis salatu wasalam për rreth tij, dhe nuk kanë ikur. Dhe këtu është ajo betejë që kena përmend në sira, se i dërguari i Allahut i ka thirrë edhe me emra sahabët. Kur i kanë pa që janë largu, se janë konë panik, domethënë janë sulmu duke mos prit sumin për tyre. Çfarë thot? Pastaj thot: i dërguari i Allahut ishte hipur në mushkën e tij. Mushka e pejgamberit alayhis salatu wasalam ka qenë e bardhë, që i është dhuru prej mbretit të Egjiptit. Edhe pse mushka nuk është prej atyre kafshëve që përdoret në luftë kundër armikut, mirë po pejgamberi alayhis salatu wasalam ka qenë i bindur në Allahun e lartësuar, se Allah ka me ndihmu kundër banorëve të Taifit. Dhe frerët e mushkës i kanë bajt Ebu Sufjan ibn al-Kharij ibn Abdul Muttalib. Pra Ebu Sufjani ka qenë djali i miqës pejgamberit alayhis salatu wasalam, dhe i dërguari i Allahut e ka pas vëlla prej gjinit. Vëlla prej gjinit e ka pas pra Ebu Sufjan ibn al-Kharij ibn Abdul Muttalibin. Dhe ky e ka pranu islamin kur e ka taku të dërguarin e Allahut në rrugë, kur i dërguari i Allahut është nis me shiru Mekën, ndërsa ky ka dalë prej Mekës si muhaxhir. Domethënë ka bëu hijret, ka dashur me bëu hijretin dhe me shkuën në Medinën e pejgamberit, ndërsa i dërguari i Allahut ka qenë i është afruar Mekës për ta çliruar, dhe këtu pra ky e pranon islamin, pra e takon pejgamberin alayhis salatu wasalam në rrugë. Dhe në betejën e Hunenit ka qenë prezent ky dhe nuk ka ikë. Domethënë kur ka shiru pejgamberi Mekën, edhe pastaj ka shkuar edhe në Taif, sepse ata janë rebelu dhe i dërguari i Allahut ka shkuar dhe i ka luftu. Edhe pas pranimit të islamit, domethënë ky është bën i musliman dhe i ka vazhduar jetën e vet duke përmirësuar veten e tij me islamin. Çfarë thot ky? Në ato çaste pejgamberi thoshte: unë jam pejgamber, kjo s'është mashtrim, unë jam biri Abdul Muttalibit. Pra, unë jam i dërguari i Allahut i vërtet. Allah më ka quar mu me të vërtet, unë nuk jam gënjeshtar,
por jam pejgamber i Zotit dhe jam vule pejgamberve. Lind pyetja këtu, që është shumë e rëndësishme. Pse i dërguari Allahut e ka përmend emrin e gjyshit vet Abdul Mutalibit dhe nuk e ka përmend emrin e babës vet Abdullahut? Çfarë po thot? Unë jam pejgamber, kjo s'është mashtrim. Unë jam i biri i Abdul Mutalibit. Nuk po thot jam i biri i Abdullahut. Kanë thonë ulemaja, sepse siç e dini, më thonë duke qenë në barkun e nonës ti Eminës, i ka vdek Abdullahu, i ka vdek baba pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe është rrit në duart e gjyshit të tij Abdul Mutalibit. Edhe ka qenë i njohur mesin e njerëzve si i biri i Abdul Mutalibit. Për atë edhe i dërguari Allahut e ka përmend këtu në këtë strofë. Pra, kur i dërguari Allahut i ka thirrë në Islam mushrikat Mekas, çfarë kanë thonë ata? Ka dalë një person prej lozës së Abdul Mutalibit, i cili thret mu adhuru vetëm Allahu i vetëm, i cili thot se unë jam pejgamber i Allahut, i cili thot se unë jam vule gjithë pejgamberve. Kështu ka qenë i përhapën në mesin e njerëzve. Pra, i biri i Abdul Mutalibit, unë jam i biri i Abdul Mutalibit, dhe Allah subhanahu wa taala vëllezër u ka premtuar pejgamberëve të tij me ndihmë në fitore të qartë, siç është ajeti tek sura Gafir 5:2, sigurisht ne do të ndihmojmë të dërguarit tanë dhe besimtarët, si në jetën e kësaj bote, ashtu edhe në ditën kur do të sillen dëshmitarët. Andaj, sado që insoni i merr sebepet edhe shkaqet, nuk duhet mu mashtruar në shkaqet edhe në sebepet. Por duhet mu mbështet Allahut, sepse ndihmja dhe fitoria vjen vetëm për Allahut. Pra në këtë betejën e Hunenit, kundër banorëve të Taifit, muslimanët fillimisht e kanë fituar luftën. Mirë po janë habit mas plaçkës luftës. Edhe ata pastaj, domethënë, janë sulmuar me shigjeta, i kanë zonë nga flet, edhe e kanë humbur muslimanët luftën. Pra, fillimisht edhe janë krenu me numrin e madh. Domethënë se kur e kanë çliruar Mekën, një numër i madh i sahabëve kanë qenë aty prezant, edhe janë nis për me shku dhe me janë nisë dhe me shku me luftu banorët e Taifit, sepse ata pra janë rebelu, pra të edhe humbja në këtë betejë ka qenë edhe mësim për ta, sepse insoni nuk duhet mu bazu numra dhe nuk duhet mu bazu në sebepe, por se duhet mu mbështet Allah të lartësuar, po ashtu dhe duhet edhe mi marë sebepet. Më thonë, marrja sebepit është prej akides, prej besimit, ndërsa mbështetja duhet me konë në Allahun subhanahu wa taala, sikur se thot i Madhi Zot tek sura Toba ajeti 25, në të vërtetë Allah ju ka ndihmuar në shumë betejë, si dhe në ditën e luftës së Hunenit, ku juve ju mahniti numri i madh i juaj, por ai numër nuk ju solli dobi as pak, sepse toka i duk juve ngusht, edhe pse është e gjerë dhe kthyet shpinën duke ikur. Pastaj autori na sjell hadithin 246 për Enesit, i cili ka thonë se kur pejgamberi alayhi salatu wasalam ka hyrë në Mekë për me bë umrën kaza, e dini, do thonë se dërgoi Allahu një herë, pra ishte afër kufit Mekës dhe ishte i pamundsuar me bë umrën, pastaj kishte bë marrëveshje pejgamberi alayhi salatu wasalam që vitin tjetër me bë umrën, edhe kur ka hyrë i dërguari Allahut me bë umrën kaza, para ti ka ecë poeti ti Abdullah ibn Rawaha, i cili ka recitu këto poezi: ju të pafet lartë qëndroni, të dërguarin për umre mos e pengoni, me urdhër të prerë do t'ju godasin, me shpatë që kokën nga trupi e ndan, deri sa nga friga mikun e haran. Kur e kanë dëgju këtë poezi, këto fjalë, Omeri radiallahu anhu i ka thonë: o Abdullah, para pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe para shtëpisë Allahut Qabës, po i reciton ti këto vargje të rona. Pejgamberi Zotit i thot: s'ka gjë, o Omer, s'ka të keqe. Këto vargje, ka thonë, i shkaktojnë frikë edhe dhembje më shumë banorëve të Mekës se sa goditja me shpatë. Do thonë, këto vargje shkaktojnë frikë dhe dhimbje tek banorët e Mekës më shumë se sa goditja me shpatë dhe goditja me shigjet. Pra i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pengu poezin Abdullah ibn Rawahës, sepse këto fjalë, pra u ka thonë, këto fjalë ju kanë thonë kurajë dhe ju kanë thonë vullnet muslimanëve, nga pengesat që i kanë pasur përpara, prej armiqve tyre. Edhe këto vargje
i kanë bërë dhe më të fortë muslimanët në besimin e tyre dhe në mbrojtjen e Islamit. Pastaj autori na sill hadithin 247 nga Xhabir ibn Semura, i cili ka thonë: kam detur me pejgamberin alayhi salatu wasalam më shumë se 100 herë. Kam detur me pejgamberin alayhi salatu wasalam më shumë se 100 herë. Ndodhte që shokët e tij ndonjëherë të recitonin poezi, si dhe të përkujtonin gjëra nga xahiljeti, pra kohës para Islamit, kurse ai heshte e ndonjëherë buzëqeshte me ta. Sahabiu i nderuar po thotë: kam detur me të dërguarin e Allahut më shumë se 100 herë. Qëllimi i tij është për me tregu se unë kum nejt me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe për fjalët të cilët ju keni më ndëgju prej meje, që i thomun e këto fjalë janë të vërteta, se unë kum nejt me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Pastaj çfarë thotë? Ndodhte që shokët e tij ndonjëherë të recitonin poezi, si dhe të përkujtonin gjëra nga xhahiljeti, kohës para Islamit. Pra, kanë recitu para pejgamberit alayhi salatu wasalam, me zvete kanë përkujtu kohën e ignorancës si ka qenë nëpërmjet poezisë, të cilat ata i kanë mbajtur mend. Ndërsa i dërguari i Allahut ka hesht, i kanë dëgju. Ndonjëherë edhe pejgamberi sa kur i kanë ka buzëqesh, domethënë me ato se çfarë kanë dëgjuar prej tyre. Heshtja e pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë miratim për sahabët, sepse i dërguari i Allahut nuk hesht nëse është diçka e kotë. Kur është diçka e kotë, menjëherë pejgamberi sa pra e tregon hakun se kjo është e dëmshme, ndërsa e kundërta e kësaj është e mira dhe kështu duhet thuhet. Pra ky hadith është argument edhe për na tregu neve se sa i thjesht ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam, i cili ka ndetur me shokët e tij, e jo sikurse mbretërit, dhe jo sikurse një elitë njerëzve që nuk rrinë me secilin person, por ata i zgjedhin njerëz për me nejt në përmezhlisit e tyre. Ndërsa shoqëria e pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë e gjitha shtresave, derisa siç e dini kur ka ardhur ai bedevia maloku, pra nuk e ka njoft, ka një mezhlis dhe ka përtit kush është Muhamedi, sepse nuk është dallu prej të tjerëve pejgamberi alayhi salatu wasalam, prej shoqërisë ka nejt me të pasur, me fukara, me njerëz dijes, me poet, e kështu me radhë. Domethënë Muhamedi alayhi salatu wasalam prej modestisë tij që e ka pas dhe devotshmërisë tij që e ka pas ndaj Allahut të lartësuar, pra nuk është dallu prej të tjerëve. Dhe autori na sjell hadithin 249 nga Amr ibn Sharit, e ky prej babës së tij, i cili thotë se derisa isha hipur me pejgamberin alayhi salatu wasalam, duke kalëruar recitova 100 vargje për fjalëve të Umej ibn Ebu Salt al-Thaqafiut, e treguam se kush ishte ky. Dhe sa herë që kum përfunduar ndonjë varg, më thoshte vazhdo, kështu vazhdoja derisa i plotësova 100 vargje. Pastaj tha Umeje gati sa e kishte pranuar Islamin. Tham se ky ka vdekur pra në kufër. Pra i dërguari i Allahut shpesh herë kur ka udhëtu, i ka vendosur shokët e vet, dikon prej shokëve të vet përpara, pra janë ulë së bashku në devën e tij. Është një libër e cila tregon numrin e sahabëve me emra që janë ulë së bashku me pejgamberin alayhi salatu wasalam në devën e pejgamberit kur i dërguari i Allahut ka udhëtu. Dhe i ka përmend gjithsej 4 sahabë me emra, të cilët kanë qenë shoqërues të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe së bashku të ulur mbi devën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra ky sahabi ka recitu para pejgamberit alayhi salatu wasalam poezi dhe thotë se sa që kum përfundu, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë shto ende, derisa thotë i kam recitu 100 vargje, dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, ai gati sa nuk ka hyrë në Islam, ai ka arritur thirrjen e pejgamberit. Pra Umej ibn Abu Salt, më thonë, ka jetu në kohën kur i dërguari i Allahut i ka thirrur në Islam, në kohën kur Allah subhanahu wa taala pra ka zbritur Kur'anin dhe ka zgjedhur pejgamberin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pra nuk i ka besu, ka vdek në kufër. Andaj çështja e takon Allahut të lartësuar fillim dhe mbarim. Dhe autori na sjell hadithin e fundit nga Aisha, e cila thotë se pejgamberi alayhi salatu wasalam në xhami e kishte vendosur një minber për Hasan ibn Thabitin, pra poetin e tij. Prej atij minberit pra Hasan ibn Thabit e mbronte pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe mburrej me pejgamberin alayhi salatu wasalam, ndërsa i dërguari i Allahut thoshte, Allahu me melekin Xhibril do të ndihmoj Hasanin me çka do
me çka do ta mbroj dhe lartësoj të dërguarin e Allahut. Hasan ibn Thabit ka qenë poet edhe në kohën e ignorancës, pra xahiletit, para se me pranu islamin, ndërsa pas pranimit të islamit ka vazhduar me poezi, duke lavdruar dhe duke mbrojtur pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe islamin. Pas plot 60 vite ka jetuar në islam si poet, edhe 60 vite tjera ka jetuar, domethënë, jo si musliman. Pra 120 vjet ka jetuar ky sahabi i nderuar, ky është version personte. Lutim Allahun të na falë dhe mëshiron, me shpresë që në takimet e radhës të flasim për kapitullin e ri të 38 sallallahu alaihi wasallam.